cilët dhe të marrim rezultatin tonë. Demas, të që kjo pjesë që the problematika personale, në qëto së mërita me kuptua, më në shmap në shta i spjegim, po du me kaluat e pyetja që prota. A duhet edhe këja me u fokusu vetëm të këto aderimet që po i ban tash, që po i shohim figura që po vinë, që janë edhe publike dhe jo publike. Kishtë aderuar Ukrugova. Ukrugova më ne që ka qenë LDK gjithmona. Nuk ka aderu, ka... Po me ishte simbolik është publiku kandidimi ti. Për shkak ditëlindjes, edhe pse unë kam informacione për shembull që Ukrugova ka pas interesim me qenë pjesë e listës LDK-s edhe me ndonë shkurt, po LDK-a se ka pranu, me gjas tash ka pranu o kfill, mirë, pakten. A duhet LDK-a disa figura që ka pas këgja të rëndësishme në LDK, e që në një farë mënyrë jenë përjashtu ose janë lënë anash qëllimisht pe leadershipit të LDK-s me u kthy LDK-s, sepse për shembull Agim Veleu kur në një farë mënyrë jashtë LDK-s, e duhet ditë që edhe qeveria e bashk LDK-VV në një farë mënyrë në racioni publiku konë që për shkak shkakimit Agim Veleut është prisha e qeveria pse ka pas arsye tjera edhe më madhore, a në një farë mënyrë i ka rënë që kur LDK-ja o pajtu me veprimin që ka marrë Kurti me shkarku Agim Veleu tu e loj jashtë partisë, edhe LDK-ja nuk ka mri më prej asaj kohe me rezultat të mirë në lap pa Agim Veleun, edhe po ashtu Valen Murteza, një profesor i nderuar, që LDK-ja në një farë mënyrë kalon shumë anësh, nuk është që është i kyçi madje poshtë një reagim ti që këshilli i partisë nuk po mbledhet, thjesht veç kryesia po mbledhet për marrë vendime, këshilli nuk po mbledhet me u konsultu. E poshtë një reagim në jetën sociale, nuk e dia ka qenë me gjas ka qenë para ditës djeshme, domethënë po e shoh si figurë që është shumë e rëndësishme, si njëri meritor, edhe që LDK-ja nuk e afron këtë njeri afër, edhe që besoj që ish dashme pas një ka qenë disa tash janë figurat pa krahasueshme, me thënë drejtën. Janë dy ekstreme ndoshta, mund të jenë. Po kanë karakteristika të dy. Zoti Veleu ka qenë gjithmonë fitues, ndërsa zoti Murteza ka qenë disa herë në listë LDK-s për deputet dhe nuk ka mri. Ama zonat dallojnë. Por ka qenë gjithmonë pjesë e ekipës. Ka qenë pjesë e ekipës për bisedimet, për politikën e jashtëm, zëvendës ministër i jashtëm, ka pas funksionet rëndësishme në kore qeverisë sa Mustallet, po mrapa në ekzekutiv, po mrapa si mi konkur më për shtet. Po mirë, po edhe në listë për shembull për deputet. Jo, nuk do të thonë për shtet, listë për deputet, për shtetin ne për komunani për ata ka qenë disa herë listë për deputet dhe nuk është se janë disa persona që mbledhin vot, janë disa tjerë që nuk mbledhin vot. Ashtu Agim Veleu mbledh vot. Po, është një figurë që mbledh vot. Ai si duket nuk është figurë që mbledh vot, po është figurë e rëndësishme me përvojë të jashtëzakonshme që ka dhënë kontribut në ekzekutivin kur ka qeverisë LDK-ja dhe besoj që edhe në të ardhmen ka me kon pjesë. A duhet i gjendet vend Agim Veleut? Duhet më gjetë. Pra LDK-ja duhet jetë e hapur, gjithëpërfshirëse, bashkëpunuese, jo